Në panelin e emisionit Goca e Gra, moderatoria e njohur Neda Balluku vendosi të flasë publikisht për një nga periodat më të vështira të jetës së saj personale. E emocionuar dhe shpesh e përlotur, Neda konfirmoi zërat që qarkullonin prej muajsh. Martesa e saj me Ogren Ballukun ka marrë fund. Ajo tha se prej një kohe të gjatë, marrëdhënia mes tyre kishte ndryshuar dhe se të dy tashmë jetojnë të ndarë. Duke pasur parasysh ekspozimin mediatik të jetës së saj, Neda u shpreh se kishte vendosur të tregonte të vërtetën, por duke ruajtur kufitë e privatësisë, kryesisht për hir të fëmijëve. Gjatë bisedës, Neda zbuloi se kjo nuk është hera e parë që martesa e tyre ka kaluar një krizë të thellë. 5 vite më parë, çifti pati përjetuar një situatë të ngjashme, por atëherë vendosën të luftonin për të mbajtur familjen të bashkuar. Ajo theksoi se nuk e pendon atë zgjedhje, përkundrazi e konsideron një bekim, pasi nga ai ribashkim erdhi në jetë vajza e tyre vogël. Megjithatë, sipas saj, përpjekjet nuk mjaftuan për të rikthyer një marrëdhënie të shëndetshme dhe të qëndrueshme afatgjatë. Moderatorja shtoi se prej shumë kohësh mes tyre kishte një distancë emocionale që u bë gjithnjë e më e dukshme. Marrëdhënia nuk ishte më e shëndetshme, tha ajo me zërin që i dridhej. Duke mos dashur të ndalet në detaje të brendshme apo akuza, Neda theksoi se vendimi i tyre ishte i menduar dhe i matur. Ajo është e vendosur që asgjë nga kjo periudhë të mos bëhet spektakël mediatik, sepse e rëndësishme për të janë paqja dhe stabiliteti emocional i fëmijëve të saj. Çdo fëmijë ka të drejtë të rritet mes prindërve që kanë harmoni dhe respekt për njëri-tjetrin, u shpreh ajo. Në këtë pikë, Neda tregoi qartë se roli i nënës është më i rëndësishëm se çdo lloj dhimbjeje personale. Ajo tha se, si çdo nën, ka zgjedhur të veprojë me maturi dhe të mos vendos veten para mirëqenies së fëmijëve. Neda dhe Ogreni u njohën për herë të parë në vitin 2010 brenda shtëpisë së Big Brother Albania, një histori dashurie që atëherë frymëzoi publikun dhe u komentua gjërësisht. 5 vite më vonë, ata i dhanë fund beqarisë duke kurorozuar lidhjen e tyre me martesë, nga e cila erdhën në jetë 3 fëmijët e tyre. Sot, ndonse rrugët e tyre janë arë, Neda thekson se respekti dhe bashkëpunimi për rritjen e fëmijëve do të mbeten prioritare. Ajo mbylli fjalën duke apeluar për mirëkuptim nga publiku dhe duke kërkuar që kjo situatë të trajtohet me dinjitet dhe qetësi, larg thashëthemeve dhe gjykimeve.